Mirë se vini në episodin e radhës të Podcast Akademia. Sot do të flasim për rolin e Akademisë së të Rinjve pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në zhvillimin e kërkimit shkencor dhe mbështetjen për brezin e ri të studiuesve. Në këtë episod të ftuar kemi kryetaren e Akademisë së të Rinjve, profesoresh Belfiore Qose, e cila do të diskutojë mbi sfidat, mbi mundësitë dhe vizionin për të ardhmen e shkencës tek brezat e rinj në vendin tonë. Përshëndetje profesoresh. Faleminderit për ftesën. Përshëndes dhe juve. E nisim nga fillimi i themelimit të Akademisë të Rinjve. Ka disa vite që ajo tashmë ka nisur këtë rrugëtim dhe roli që ajo ka luajtur në zhvillimin e shkencës tek brezat e rinj në vendin tonë. Sa efekt ka pasur deri tani? U bën tashmë disa vite. Në fakt kur e mendojmë edhe vetë, nuk na besohet që gati 9 vjet nga themelimi i Akademisë së të Rinjve në vitin 2017 me një grup prej 16 antarësh themelues, për të cilëve kam mbetur edhe unë që nga ajo kohort, është themeluar Akademia e të Rinjve pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, asohere një organizëm i ri, me mjaft takime si me Akademinë e Shkencave, me partnerë ndërkombëtar, me Akademinë Globale, me Akademinë e Leopoldinës në Gjermani. Ishte një fillim me shumë energji, një fillim i bukur, kishte edhe paqartësitë e veta, të cilat u qartësuan rrugës, për shembull pjesa e komponentit ligjor, si do funksiononim ne, a do ishim pjesë akademisë, apo jo, në çfarë statusi do kishim, që konkluduam që statusi më i mirë sigurisht do të ishte ai një komisioni i përveçëm pranë Akademisë së Shkencave, që të na jepte edhe një farë sigurisht kupole ku ne do të funksiononim, por edhe një pavarësi tonë në mënyrën e funksionimit, në aktivitetet që ne do të ndërmerrnim, por gjithmonë me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Themelimi në 2017 është pasuar në 2023 me pranimin e një kohorte të dytë akademikësh të rinj, pra ishim 16 në antar dhe sigurisht edhe bashk kryetarët, Andi Rëmbeci edhe Rigers Bakiu, të cilët e drejtuan për disa vite Akademinë e të Rinjve dhe aktivitetet që ne zhvilluam ishin mjaft të larmishme që në atë kohë. Në 2023 erdhi dhe një kohort e re, në atë kohë jam zgjedhur dhe unë kryetare, energji të reja, të cilat shpresoj aktualisht Akademia gjithashtu ka shtuar energjitë e saj. Është interesante të thuhet që në fillimin e Akademisë së të Rinjve ne kemi patur një partneritet me Akademinë Globale, sepse Akademia e të Rinjve aderon, është pjesë e Akademisë Globale të Rinjve. Gjithashtu statuti ynë është i miratuar nga ALEA, All European Academies, nga organizata europiane e akademive kombëtare, në të cilët rrjetëzimi vazhdon të ndërtohet gjithmonë më i gjerë, por kjo mbështetje që në fillim nga partnerët ndërkombëtar, nga organizata serioze të konsoliduara, ka qenë shumë e rëndësishme për ne, sepse nuk donim të ishim një ishull, madje ishte qëllimi ynë që të dilnim nga ky izolim i shkencës në vendin tonë, por edhe nga izolimi që krijonte, le të themi, ajo pamundësia relative, sepse është relative tek secili studiues, i të qenë studiues junior, pra në fillimet të zhvillimit të karrierës. Së fundmi ju keni bërë edhe pranime të reja. Si ka qenë procesi dhe cilët janë rezultatet që mund të thoni që i dha ky lloj procesi për të bërë antarësime të reja, duke qenë se Po, faleminderit. Ishte një nga do thonim objektivat edhe tonat, zgjerimi i numrit të antarëve ekzistues, sepse ne kemi dashur ta shohim faktin që një individ është një kërkues, është pjesë e Akademisë së të Rinjve, jo si vlerë në vetvete, si status në vetvete, por si një mundësi përmes së cilës të hapet edhe Akademia e të Rinjve me më shumë antar, por patjetër që pjesë funksionale të saj të mos jenë dhe vetëm ata që kanë statusin e antarit. Pra, sigurisht, ne të afrojmë të gjitha të korpus kërkuesish të rinj, të cilët duhet të afrohen në këtë organizëm, edhe pa qenë antar. Nuk është se ka ndonjë status të jashtëzakonshëm të qenit antar dhe pse ta mbajmë të mbyllur.
Pra, ideja është këtu që ne bëjmë aktivitete, workshope, konference, janë të ftuar të gjithë kërkuesit e rinj, pra nuk do të thotë që t'jenë antar. Por, zgjerimi I numrit shton energjitë tona. Shton energjitë tona sepse ne vërejtëm edhe me përbërjen aktuale që kishim në akademinë e të rinjve, përpara pranimeve të reja, nëse do më lejoni, ne kishim nga disa fusha të cilat vumre që na mungonin nga fusha të tjera, pra kishte nevojë edhe për një lloj përplotësimi, përfaqësimi të fushave. Zgjerimi më shumë është fokusuar edhe te pjesa e fushave, sa e shumëllojshme të jenë. Ja do ta shpjegoj pak te kriteret, por konkretisht në përbërjen e 11 antarëve të vjetër ne kishim nga kimia, fizika, financa, informatika, inxhinieria elektrike, biologjia, gjuhësia, letërsia, sociologjia dhe drejtësia. Ndërkohë, mjaft fusha të tjera ishin të papërfaqësuara, por gjithashtu edhe si numër ne duhet të rriteshim. Duhet të plotësonim numrin që na kërkonte vetë statuti të cilin kishim miratuar ne vetë. Pra ishin disa arsye dhe do të thoja që për mua është një sukses fakti që ne kemi zgjeruar numrin dhe shpresoj që numri të vazhdojë të zgjerohet dhe më shumë të rinj të gjejnë veten dhe të bëhen pjesë në mos e akademisë të rinjve e aktiviteteve të saj. Për sa I përket organizimit të procesit, ai ka qenë një proces I hapur përmes një thirrjeje publike, pra që çdo kush kishte të drejtën të aplikonte. Sigurisht që kërkuesit e rinj, akademikët e rinj duhet të punonin në institucione të arsimit të lartë ose në institute kërkimore, pra të ushtronin diku veprimtarinë e tyre kërkimore dhe patjetër që duhet të kishin të përfunduar doktoraturën. Në këtë proces ne patëm prurje goxha të mira, në të cilat pastaj Komisioni I Pranimit I ngritur ad hoc, I cili kishte në përbërje 7 akademik të nderuar, dhe mua nga Akademia e të rinjve për të përfaqësuar zërin ton, pati parasysh disa kritere që sigurisht ishte ky që ne përmendëm, fushat që përbonin prurjet e reja, por gjithashtu edhe sigurisht kriteri I parë, cilësia, dhe do thoja cilësia tashmë jo në një kuptim të përgjithshëm, por impakti, sa impakt kishin fushat studimore të akademikëve të rinj të cilët aplikonin. Dhe impakti gjithashtu edhe hartëzimi, do thoya, pra ne nuk donim që të krijonim një privilegjim shumë të madh të disa universiteteve në krahasime të tjera, pra të kishte edhe një shpërndarje hartografike sepse të gjitha institucionet ku zhvillohet kërkim në Shqipëri meritojnë të njëjtën vëmendje. Pra ishin një kombinim faktorësh në të cilat, siç thash, një komision pranimi I përbërë nga akademik vendosën në fund unanimisht për pranimet e reja, ku për fat të mirë ne tashmë kemi 12 antar të rinj dhe për herë të parë kemi dhe antar të jashtëm. Pra ne gjykuam që mbështetur nga vetë realiteti I prurjeve që na erdhën, kishim prurje shumë të mira nga jashtë vendit, të cilët nuk mund t'i merrnin për shkak thjesht të vendbanimit të akademikëve, sepse do duhet të vinin në mbledhje etj. Pra duhet që të jenë me vendodhje në Shqipëri, por ato do ishte keq që ne të mos I përfshinim, kështu që ne I propozuam kryesisë së akademisë që sikundërse dhe akademia mëm ka statusin e akademikut të jashtëm dhe ne të vepronim në të njëjtën mënyrë, pra kemi 12 antar të rinj dhe 2 antar të jashtëm të cilët jetojnë jashtë vendit dhe që shpresoj do të na shërbejnë edhe më mirë për rrjetëzim network më ndërkombëtar. Fushat nëse do më lejosh, të antarëve që ne kemi pranuar janë nga ekonomia, financa, matematika, inxhinieria informatike dhe matematike, matematika, biologjia, inxhinieria elektrike, nga drejtësia, nga gjeografia, nga shkencat e komunikimit dhe antarët e jashtëm nga biologjia molekulare, nga gjenetika, mjekësia. Dhe janë një larmishmëri, po ta shikosh, nuk është se ka pasur fokus. Janë një larmishmëri dhe në fakt më lejo pak që ta them si një atribut të veçantë të Akademisë së Shkencave që unë kam parë si përfitim nga vetë eksperienca ime. Ne duke punuar në institucione arsimore ku zhvillojmë veprimtarinë tonë brenda fushave tona, vështrimi ynë për shkencën është, do thonim, shumë I kanalizuar tek fusha jone e veprimit, ku ne zhvillojmë kërkimin tonë shkencor.
Dhe është do thoya pak e vështirë që të krijojmë një koncept mbi interdisiplinaritetin, mbi ndërveprimet e fushave të ndryshme, por edhe për ta parë fushën tënde se sa relevante është apo jo në krahasimisht me zhvillimet që ndodhin në shkencë dhe në fusha të tjera. Dhe në këtë pikpamje, Akademia e të Rinjve, mua personalisht po besoj dhe të tjerëve, na ka shërbyer për të parë këto piktakime. Për të parë këto piktakime të ndërdisiplinaritetit, sepse shkenca nuk është e ndarë, zhvillimi shkencor në Zanafill konceptoj si dije njerëzore e përgjithshme dhe e madhe, dhe kjo është një vlerë, do thoja, dhe besoj dhe akademikët e rinj të cilët sapo na janë atashuar do ta ndjejnë këtë, ndër diskutimet e para që bëjnë të rinjt sapo vinë është menjëherë po shohim nga fushat të tjera, më në fund po kuptojmë çfarë ndodh në fushat e tjera. Pra është një këndvështrim ndryshe, sepse të bën ta shohësh me pikë vështrim tjetër realitetin e kërkimit. Është diçka që ju mbledh gjithëve bashkë. Gjithë fushat bëhen në një të vetë. Po dhe shikojmë specifikat e secilit, pra, por edhe të vinë ide, sepse idet çlirohen nga diskutimet, nuk vinë a priori thjesht nga mbyllja jonë në disiplinën tonë. Pra vini ide për të punuar projekte të caktuara, të cilat mund të tejkalojnë fushën tënde, por mund të fillojnë të bëhen interesante teksa ti i shikon dhe përfshihesh në to. Ide që ju kanë bërë pjesë edhe të aktiviteteve të ndryshme, qoftë në vend apo qoftë edhe në arenën ndërkombëtare. Çfarë aktivitetesh ka zhvilluar së fundmi Akademia e të Rinjve, ose cilët mund të veçoni ju si ndër më kryesorët ndër këto vite që ju keni patur? Atëherë, unë do nis nga ne kemi zhvilluar në fakt që prej themelimit deri tani 2 konferenca të rëndësishme. Konferenca e parë ka qenë në mos gabojmë 2018-s, ka qenë konceptuar atëherë për shkak se ne vum re, madje po e përmend cila e propozoi profesoresh Teuta Toska nga Universiteti i Elbasanit. Ajo vuri re pikërisht një transformim dhe një ndryshim gradual, jo të zhurmshëm siç e kanë akademikët, gjithmonë ndryshimet janë më të ngadalta, por ajo vuri re dhe perceptoi një ndryshim në mënyrën e qasjes metodologjike që po ndodhte në të gjitha disiplinat. Dhe patjetër që ne për të organizuar një konferencë na duhej një temë e cila të ishte më përfshirëse ndaj të gjitha disiplinave. Dhe konferenca atëherë u zhvillua për metodologjinë shkencore në kërkim, ishte mbështetur në traditën dhe risinë. Pra në të gjitha disiplinat u prekën, të gjitha ndoshta jo se te prova, por ishin shumë disiplina të ndryshme dhe të larmishme, të cilat u vure se si le të themi qasjet metodologjike të vjetra dhe të reja ndryshonin, transformoheshin me kohën. Ndërkohë, në 2024 ne patëm guximin të shkonim edhe më tej. Në një konferencë për një temë e cila është hot point, dhe është shumë e nxehtë dhe ka mjaft diskutim në shkencë, që është për mënyrën se si inteligjenca artificiale do të po transformon kërkimin shkencor. E veçanta e konferencës kësaj radhe ishte fakti që ne e bëm një thirrje ndërkombëtare dhe ishte le të themi e guximshme sepse nuk e dinim se sa përfaqësim ndërkombëtar do të, pra jo nga shqiptarë që punonin jashtë vendit, po qëllimi ka qenë për të ofruar të rinj, të huaj. Po, patjetër, ne donim që të mos mbete thjesht më një konferencë kombëtare, të ishte vërtet ndërkombëtare dhe të thoja pati prurje të mira, morën pjesë 53 kërkues nga 21 institucione kombëtare dhe ndërkombëtare, nga 7 vende të ndryshme të botës dhe të cilat ishin pjesë e Akademisë Globale të të rinjve. Mjaft diskutime pati, konferenca u bë, se mos e haroj, është komponent i rëndësishëm kjo, u bën bashkëpunim me njësinë për kërkimin shkencor në inteligjencën artificiale pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe mbuloi gati, do thoya, 10 disiplina që përfshinin që nga shkencat natyrore, inxhinierit, shkencat shoqërore, ekonomike, humanitetet, pra ishte mjaft e gjerë, dhe do thoja ishte një gur themeli që
jo vetëm tregoi që Akademia e të Rinjve kishte potencial për të zhvilluar një konferencë të mirëfillt shkencore, por i dha një prani ndërkombëtare duke forcuar edhe dialogun ndërdisiplinar. Por aktivitete të tjera ne kemi bërë mjaft. Ka patur jo vetëm konferenca, sepse ngjan sikur duke përmendur vetëm konferencat, duket sikur jo, nuk kanë qenë vetëm konferencat, kanë qenë dhe workshope të ndryshme, trajnime të ndryshme. Për shembull, një prej workshopeve, të cilat unë dua ta përmend për natyrën e veçantë, sepse shpesh akademikët e rinj kanë shumë vështirësi në mënyrën se si nuk është se ekziston tamam në sistemin ton një trajnim ku ata të mësojnë si ta bëjnë prezente punën e tyre. Një prej këtyre workshopeve ka qenë një workshop që ne kemi zhvilluar për mënyrën se si akademikët e rinj të bëjnë vizibël punën e tyre shkencore. Kryesisht kjo ishte për sistemet kombëtare, siç janë ECRIS dhe COBIS, të cilat, të them të drejtën, ishin gati të panjohura për të gjithë, edhe për mua vetë. Dhe sigurisht edhe për sisteme ndërkombëtare, por ato janë më të aksesueshme dhe më të njohshme, siç është ORCID për shembull, që të gjithë e dinë, ResearchGate etj. Pra, një trajnim për mënyrën se si le të themi nga ana tjetër se si duhet ta gjej një kërkues shkencor, ta menaxhoj sa më mirë punën e tij kërkimore. Për shembull, brezi ynë, që kemi vite që zhvillojmë mirëmendari shkencore, nuk kemi patur një orientim shumë të mirë në mënyrën se si ta çonim punën tonë shkencore në revistat më të mira. Dhe në këtë trajnim është bërë edhe një orientim i tillë, pra si të gjesh revistat më të mira, ku të shohësh pikëzimin, sepse duke patur më shumë informacion edhe vetë komunikimin e punës tënde shkencore zgjedh ta çosh në burimet më të mira. Do të thënë, nga ajo që ju po flisnit më parë, do të thotë se një fokus kryesor ka qenë edhe ndërkombëtarizimi i akademisë të rinjve, lidhja e kontakteve me të huajt. Si i ka dhënë frym studimit apo kërkimit shkencor tek brezat e rinj një gjë e tillë? Po, në fakt që në 2017 që ne jemi krijuar, Akademia e të Rinjve ka qenë pjesë e Akademisë Globale dhe ka qenë synim absolut, më thënë parimet tona ishin të mbështetura në të njëjtat vlera shkencore që kishin të bënin me integritetin, lirinë akademike dhe bashkëpunimin. Përmes këtij afiliacioni, pra faktit që ne ishim pjesë e Akademisë Globale, Akademia e të Rinjve kontribuoi edhe tek ENIA, që është European Network of Young Academies, ose ndryshe rrjeti europian i akademive të rinjve. Ku të themi këto lidhje janë forcuar përgjatë pranisë son pothuajse në të gjitha takimet vjetore që ka patur ENIA dhe ALEA në Europë. Unë derisa u zgjodha kryetare kam mbuluar në fakt edhe më parë marrëdhëniet me jashtë dhe ka qenë pjesë e rëndësishme që ne donim të ishim prezent në të gjitha këto takime. Pra kemi qenë, do të thonim, në koherencë me çdo debat shkencor që zhvillohej në Europë. Megjithatë, kjo nuk do të ishte, do themi, e pakodifikuar nëse ne nuk do të kishim një dokument, dhe ne kemi një dokument që është Guiding Principles for Young Academies, që janë principet, parimet drejtuese të akademive të rinjve, në të cilat jemi dhe ne, ku theksohet kryesisht hapja, përfshirja, por mbi të gjitha, le të themi, përgjegjëshmëria shoqërore që ka shkenca sot. Dhe shkencëtarët e rinj që le të themi shkenca del nga izolimi i vet dhe shikon veten në funksion të shoqërisë dhe të zhvillimit të saj. Së fundmi kemi firmosur charterin e Stockholmit për lirinë akademike. Ratifikimi i saj është i rëndësishëm sepse dëshmon se Shqipëria është pjesë, kërkuesit e rinj në Shqipëri kërkojnë këtë liri akademike të pa influencuar nga aspektet e tjera, të cilat ne dimë sot gjithmonë më tepër risqet si ideologjike si politike janë gjithmonë më të forta,
Dhe së shpejti presim një pranim në një organizëm tjetër që është JASAS, është një organizëm që lidhet me këshillimin dhe politikat shkencore. Është shumë specifik, po është i rëndësishëm sepse është ai mekanizmi që bën kalimin midis vendimarrësve, politikës dhe shkencës, pra është një organizëm i ndërmjetëm, një urlidhse që është e domosdoshme në mënyrë që shkenca të ketë impakt shoqëror deri te vendimarrja, pra të mos jetë thjesht e mbyllur në vetvete. E përmendët edhe ju se sfidat janë të shumta, sidomos në botën me teknologjinë e zhvilluar dhe me përhapjen që është bërë. Çfarë mund të specifikoni veçanërisht për studiuesit e brezit të rinj në vendin tonë? Cilët nga sfidat ju kanë bërë që ju të jeni më të vështira për t'i ndjekur? Sfida ka shumë. Realiteti është diçka diet. Është i mbushur me problematika në fakt. Kjo jo vetëm për shkak edhe për faj, po e them pak me humor të akademikëve, sepse shumë çka në vendin tonë nuk është në dorë të kërkuesve, të akademikëve, të profesorëve. Ne do donim që të kishim më shumë impakt, edhe në fakt shpresojmë që të kemi më shumë impakt, por është pjesë e luftës tonë të përditshme dhe të gjatë. Pra nuk vendoset me një ditë ky impakt. Në mënyrë të veçantë, unë do thoja që tek të rinjtë, se po fokusohem te ky grup, pra jo tek të gjitha problematikat që ka shkenca. Ne në diskutimet tona kemi vërejtur do thoja dy elemente kryesore. E para ka të bëjë me faktin se si ndodh avancimi në shkencë i kërkuesve të rinj. Për shembull, për këtë ka patur një diskutim në takimin e sivjetshëm të akademive europiane të rinjve dhe të akademisë europiane të madhe, pra jo të rinjve, të Aleas, në Varshavë, në Poloni. Në takimin e këtij viti ka patur diskutime shumë të forta në lidhje me mënyrën se si ndodh avancimi akademik. Së pari kush e vendos? Sepse ne shohim që është krijuar një sistem në të gjithë botën, në gjithë Europën, po themi, që kryesisht janë akademikët e vjetër që vlerësojnë avancimin e akademikëve të rinj. Dhe ky sistem vazhdon të jetë pa diskutim. Por cilat janë kriteret? Sepse ne shohim që kritere të reja vendosen, ndërkohë brezat e mëparshëm kanë patur kritere të tjera. Si mund të veprohet që këto kritere të jenë sa më të drejta? Po si mund të veprohet që gjithashtu të ulet volumi i punës i atyre që quhen kërkuesve në mes të karrierës së tyre, sepse në këto diskutime është vënë re që gjithmonë ngarkesa më e madhe i bie atyre që janë në mes të karrierës, sepse ata do vlerësojnë më të rinjt, por gjithashtu do të jenë të vlerësueshëm vetë për performancën e tyre nga më të vjetrit. Ndërsa në rastin shqiptar, me që ti ma bëre pyetjen shumë specifike, problematika e dytë të cilën unë do të theksoja fort, ka të bëjë me mënyrën se si kriteret vendosen për avancimin edhe për matjen e performancës së kërkimit shkencor në vend. Dhe këto kriteri ndonjëherë janë arbitrare, sepse fushat të ndryshme mundet të krijojnë hegemoninë e tyre mbi fusha të tjera, që do të thotë shkencat natyrore, për shembull, janë parë, le të themi rrjetet ku ato botojnë, janë parë si modeli me cilit bëhet matësi kryesor i performancës. Ndërkohë, ka fusha të tjera, siç është për shembull specifika shumë e veçantë e fushës së albanologjisë, të cilat nuk kanë revista të indeksuara, po them në Scopus, por revistat që janë në vend, si të botuara nga Universiteti i Tiranës, si të botuara nga Akademia e Shkencave, kanë një cilësinë më të lartë në fushën albanologjike. Pra ato duhet të ishin korifejt. Dhe këto diskutime ishte shumë interesante që ne i vëmë re pikërisht të hapeshin në Varshavë, jo prej ne shqiptarëve, pra siç duket të gjithë kishin një problematik të tillë. Hegemonia e disa shkencave që konsiderohen, do thonim në thonjza, më shkencore, që s'është, nuk ekziston, dhe në disa shkenca të tjera, siç janë kryesisht fushat e humaniteteve, kryesisht fushat e letërsive, gjuhës dhe që lidhen me identitetin kombëtar, kalojmë në plan të dytë, ndërkohë që ato nuk janë në plan të dytë. Dhe një problematikë e tillë për mua ishte shumë e rëndësishme, dhe për gjithë, sigurisht kur them për mua bëhet fjalë për gjithë akademinë të rinjve, ishte shumë e rëndësishme që u hap dhe u diskutua në rrjetin europian, sepse merr një zëmë ndërkombëtar,
problematikat adresohen më shpejt në Shqipëri, në Kosovë, kanë shkruar shumë intelektual për këtë problematik. Por tjetër gjë është kur kalon në një nivel vendimarrje europiane. Po patjetër, është diçka që është një hap më tuti, është ka më shumë fokus, besoj ka më shumë vëmendje nga të gjithë. Ka më shumë vëmendje dhe zgjidhjet jepen më shpejt dhe më drejt, sepse sa më shumë diskutime të ketë, aq më shumë shkojmë drejt të vërtetës. Patjetër, është më se normale për çdo lloj fushë, jo vetëm për shkencën. Duke u nisur nga përvoja juaj personale që ju keni kaq vite e integruar në akademinë e të rinjve, cili do të ishte mesazhi juaj për studiuesit e rinj? Në fakt, unë jam në fund të mandatit tim dhe ky podcast është rasti për ta mbyllur. Se besoj shumë shpejt ne do të kemi zgjedhje për kryetar të ri, për arsye thjesht sepse unë kam mbushur moshën që ne kemi në statut. Po, se një ndër kriteret është mosha. Në 40 vjeç mosha e mandati përfundon, kështu që natyrshëm mendoj që jo vetëm edhe mosha, po mosha tregon faktin që ne kemi mbyllur një cikël. Pra prandaj unë jam shumë e gëzuar në fakt që e mbyll mandatin tim me pranime të reja, sepse do të thotë që ne kemi qenë të suksesshëm përderisa shumë të rinj duan të bëjnë pjesë. Më ka ardhur keq në fakt për një gjë që kam vënë re në faqen tonë në internet, në Facebook, kishte të rinj të cilët na shkruanin pasi ishin shpallur fituesit, të cilët nuk e kishin marrë vesh në kohën e dur për të konkuruar. Patjetër që kanë qenë publike, por dikush e shet, dikush jo. Çështje kohe, çështje angazhimi. Fakti që ka patur interes për mua është treguesi i suksesit dhe patjetër që edhe ata që nuk kanë fituar janë pjesë në kuptimin do të marrin pjesë në aktivitete, do të përfshihen as që ka diskutim. Për kërkuesit e rinj, në fakt është një periudhë do thoja e cila vjen nga disa vite që ne nuk kemi patur të hapura doktoraturat. Dhe në Shqipëri ishte pak edhe vështirë gjeje kërkues të rinj në këtë kuptim, sepse po nisem nga rasti që ne kemi në përbërje dhe disa që janë profesorë të asociuar, në këtë kuptim ndoshta nuk janë dhe aq junior, aq të rinj, por nuk ka doktorant ende dhe këto diskutime se çfarë sakrificash duhet të bëj një kërkues i rinj, i kemi shpesh me të rinj të cilët duan të zhvillojnë doktoraturën. Dhe patjetër që rruga e shkencës nuk është e lehtë. Patjetër që në shoqërinë jo vetëm shqiptare, sepse këtë e vëmë re si fenomen unë kudo ku kemi qenë me akademitë e të rinjve dhe në të gjitha këto takime në 9 vite, rruga akademike është e vështirë, kërkon sakrifica dhe shpërblimet janë të pakta. Janë shpërblime të natyrës akademike, të nivelit të mendimit, pra një individ që mendon të futet se fushë nëse kërkon një sukses të një natyre monetare, është më mirë ta kërkoj diku tjetër, jo se dua të demotivoj, por dua të them se ka shumë idealizëm të dikush i cili kërkon të ndjek rrugën e kërkimit shkencor, por patjetër që akademikët e rinj gjithmonë më tepër në Shqipëri jashtë saj po gjejnë rrugë ta vendosin shkencën gjithmonë më tepër në dobi të shoqërisë. Dhe këtu fillon edhe përfitimi, pra shkenca bëhet e zbatueshme. Ne jemi në një kohë ku shkencat teorike po shkojnë pra drejt zbehjes për t'i lënë më shumë vend zbatimit të shkencës, sepse njerëzit e kanë vënë re që edhe dia në vetvete ka nevojë të kthehet në një stil jetese, domethënë të ndihmojë në një mënyrë jetese më të mençur të njerëzit, të na bëjnë ne pse jo edhe më të lumtur në jetën tonë. Po patjetër është një ndër nismat ose ndërparime që duhet ta ketë secili prej nesh për t'i dhënë një frymë ndryshe. Por kurioziteti që ka jeta e një kërkuesi apo një pedagogu nuk gjendet në një fushë tjetër, sepse unë e kam provuar për shembull vetë administratën, bota e shkencës ka shumë emocion, ka shumë sfida sigurisht, të cilat kur te kalohen me sukses, ka ngarkesë, patjetër që ka ngarkesë, por është e bukur sepse ty të jep mundësinë të gjesh gjërat e tua, të kërkosh në disiplina që të pëlqejnë,
të zhvillosh pasionet e tua dhe të mos jesh thjesht një zbatues. Në shumë hallka të tjera të profesioneve, njerëzit janë zbatues, kurse ne kemi mundësinë të kemi kreativitet, sigurisht të mbështetur në metoda shkencore, patjetër, por kur të po them një shkencëtar, sepse marr rastin e disa kolegëve tanë nga fizika, nga nanoteknologjia, kur bën një zbulim është një emocion i jashtëzakonshëm. Patjetër. Duke ju uruar sa më shumë suksese rrugtimit të studiuesve të rinj, me që kemi patur edhe pranime të reja së fundmi, ju falenderojmë për pranimin tuaj dhe për ndarjen e përvojës tuaj bashkë me neve. Ju falenderojmë të gjithë edhe ju që na ndoqët. Për më shumë, për të ndjekur episodet e tjera të podcast Akademia, mund të ndiqni në kanalin zyrtar në YouTube.